Po femna këto po bën probleme. Në njëri pa kufizume, po dën, ajo shtëpia do të më këshyr dikush mrena. Më këshyr fëmin tën kush ta këshyr. Dynja të borsa të dynja me gjin. Mërnu nuk ka më konë barabart. Ai ka met me punu, çish me punu, çish me marrë shtëpi, çish me gruaja çish mu vesh, çish mu ly, çish me marrë thajt. Nuk dën se ajo dën me dal ose ka lidhje jashtë martesore, se gruaja që e ka telefonin, e ka kode, e ka shok, gruaja që ka shok, ajo nuk ka grup për vlla. Edhe moshkët janë gabim. E ka gruan, e ka fëmin, e ka shkon e nguc një çik tre. Që e josh me parë. Nuk dalin shumë? Po kom pas fatin. Fat. Që jeni këtu me bashkëshortin tonë, më tregon? Po, përmes motrës teme, dhonri burri motrës e ka pas shak. Ata më s'ke pas, do me thënë, iniciatorin. Po. A ka qenë njohet më të mira, se tash, ka lumën, kur i ka njoft me familje. Qëre, kur njohet me familje, jeta është me e qetë dhe ma stabile. Ki ku më shku, ki ku më nejt, s'ki frikë për kushkofit. Ku për njojnë vetë po prishën, vetë po maruan, vetë, s'po din kush, qka të pështjellë. Pse që ka shumë ka ndarje, divorce shumë ta? Pse, une nuk i lon moshkujt faj, se moshkujt jëngon edhe për para. Po femna këto po bën probleme. Po dën liri pa kufizume, po dën, ajo shtëpia do të më këshyr dikush mrena. Më këshyr fëmin tën kush ta këshyr. Veç nona. Baba do të më punu. Punon pej 6 dhe dejnë 6. Çka din ai shkreti? Ai do më përpara shpe. Gruaja do të më konë interesuar për familje, për kësësanësh. Dhe sa gratë thonë, na kemi dëshirë si burri si gruaja barabart, apo në smunët me bosa. Për dynja të borsa të dynja me gjin. Mërnu nuk ka më konë barabart. Pse? Lind pyetja pse? Na jemi të barabart se jemi partner. Po barabart me fuqi, barabart ai ka met me punu, çish me marrë shtëpi, gruaja çish mu vesh, çish mu ly, çish me marrë thajt. Çfarë mendimi ke për ato gra që janë të martuar me fëmijë, dalin me burra tjerë. I lënë fëmin. Veç më s'po qa punë me tu. Edhe inshallah nuk më zatet zoti me tu. Burrin do të me këshyr, edhe burri do të me këshyr gruan. Po kur të betohesh për një sen, veç nëse të ban dhunë fizike, ajo nuk tolerohet. Po për dë sene do të me toleru. Më konë maja qetë, më konë mu morë vesh me ta, bëza minimu, se burrin edhe ku të smuët do të minimu. Jo veç ku të shnashe ku ka pare. Po dhe ku të bjanë zero do të më këthy. Po dhe mëre që kjo njerë, a kej mirë, qa u bo tash? Tash s'ka mi kape me gjujtë së kaka? Ose ku të rritën thmija, mu bo më thmi e me gjujtë aton së kaka? Jo. Ose këto kohat e reja, këto nuk po këshyrin, mu martu për me kryu një familje të shnosh. Po këto këshyrin, a ki gjepin e mirë, a ki kerin e mirë, as interesan a je i martum, as interesan a e prish dikonin familjarisht, se me prish kërkon së më është me prish se burri edhe pe prish familjen. Jo veç gruja, se a i përshkan me qikat reja. E këtu po prishet të s'ka kërqon. Te kështë thonë gjithë femna të reja në mesazh? Jo, i kështë thonë të femna të reja, këshyrni luftani, nuk po thëmë më ju në nështru kukujna. Mas pori bëne gjepin tanë, lufta, nëse nuk mundesh më kone oftë për më punu, se du të më këshu fëmin, atëhere përshtatjo që ati njerit që të nimon. Jepja krojnë që ti njerit që të nimon. E jo, qatë njerit që të nimon, qato me shkel. Ku ke pati ashtu? Plot, një. Deshi ka busene, deshi ka në rritë sminja, që thuj një farfjale popullore në balë të gjakut burri. As dhe mja po nonën, as dhe mja po motrën, as dhe mja po vlohën, as dhe mja po... Kjesë në rejtë. Kje me detë që shi orë kjo. Edhe na mërim i kone për shkolla, edhe na kem kry mërë shkollë, edhe na, po pasha që t'Allah, sot më zatit kunoti, ose kunota, se unë për fatë së kum post kontakt me se jë ndik, vjerëja, më vjemare, kam tërp, iko, ose përshëndetje, një farë përshëndetje, sikur me konë vllai jemi. Se tash se dojnë printe e një burrit, kur një burr e do në më tënë familjen, nuk ka dëshirë mja pa mësë. Nuk dënë se ajo dënë me dalë, ose ka lidhje jashtë martesore, se gruaja që e ka telefonin, e ka kode, e ka shok, gruaja që ka shok, ajo nuk ka gruaja për vlla, nuk ka për burr, nuk shkan ashtu, ka gruaja shok. Atë kanë thonë edhe në Koran e krejt, nuk shkan gruaja me shok, nuk ban, s'ka shok. Ti vllahun tën pe ki pikë pyetje, a po të nimon as po të nimon, jo po të nimon shoku.
A vërtet që ka lidhje shumë martesore shumë kohëve të fundit? Çka ka? Lidhje martesore. Si të femrat edhe domethënë edhe të mishit. Nga, na përporan e kemi kompakt kufizume. Ose femra shqiptare e ka mojt që të kombin tonë. Femra shqiptare, o kone ma kufizume, nuk i ka dhënë shans njerëzve që jonë rrugaq, ta quj, kështu se nashti nuk po bje mirë kjo term, po kur e shen punën që shprishet jeta jote për një njërë të kokut. Që shë prishti jetën për më shku për një nata, për 2 nata, për 1.000 euro, për 5.000 euro, që shprishet bre, që shbre shkel fëmin tënë bre, që shkel bre moralin tënë bre. Po jo mërë pasha zoten, më di që s'ra kur burë, shqyqër që e kam gjallë, vishme dhe me pak on dek, unë e qëti djali tem që e kam, që ti ju kësha përkushtu të njetën, edhe i përkushtuna. Se ka lidhje jashtë martesore? Pse nuk e di që më thonë, edhe moshkët janë gabim. E ka grun, e ka fëmin, e ka, shkën e ngucë një qik 3, që josh me pare, josh, apo nuk bën, veçashtu, duhet më luftu edhe femna, nëse dënë pare, del lufta, puna. Hinë në përshituar, ta shqyqër oshtar një liri e mirë, nuk pengan baba, nuk e pengan nona, nuk e pengan vlau, mundet më punu, mundet më bozoja vetit, nëse s'dën të t'i këshu familjen, buri punan, gjithë shka shkën regull. Ndërume, për krasie, haptas një grua të flet ka që mirë, edhe për temat që janë shumë delikate. Nga, unë e kom pas rastin me jetu me vlazën, të prindit e mi, që i përshëndes edhe i du shumë, që i kam shumë vlazën. Sa mirë. Po, kom pas një harmoni me ta, nuk ka pas aty dallavere. Ecë në punë, shkan në punë, hajde, puna, kajtë në regull. Tani e po ta fotin, edhe kënina të burri mi gjithë. Një familje shumë intelektuale, shumë ekstrem janë intelektual, doktora tonë janë, falenderoj tonë edhe ata, janë njerëz të mirë, ndëgjushëm, të respektushëm, edhe nuk kom pasën me probleme këso problemesh. Më ikpi burri tem, mos seneve të këshia, jo nuk më pasën këso probleme. Lirin ma ka dhonë burri, kur në 2 janë nuk më thonë ku po shkanë, qa po bënë, qa po maran. Kjo konë knasi për mu. A ka ma mirë. Përoj ma të mirat një jetë, ka si shumë që takuam. Shëndet. Falenderit edhe ju e për shëndet. Falenderit shumë, kalosh mirë, respekt.